Punimet për fazën e dytë të rehabilitimit të shëtitores bregdetare të plazhit të Durrësit janë shoqëruar me një krim të vërtet mjedisor. Pamjet tregojnë se gjatë punimeve po hidhet masiv dheu dhe argjil në breg të detit, pikërisht në afërsitë të zonës së quajtur si Iliria në plazhin e madh. Po ndodh kjo dukuri dhe askush nuk reagon. Mjetet e firmës sipërmarrëse që po kryen punimet kanë hedhur masive dheu në vijën e bregut të detit, aty ku natyra ka krijuar pasurinë e qytetit antik dhe më të rëndësishëm në vend. Po çfarë ju bëri Durrësi o njerëz që kërkoni që ta shkatërroni me çdo kusht? Sidomos mjaftonte fakti që punimet e fazës së dytë të rehabilitimit të shëtitores bregdetare të plazhit nisin kur sezoni turistik është afër dhe synohet turizëm i qëndrueshëm, ndodh kjo dukuri e dëmshme për mjedisin. Krahas ndërhyrjes në shëtitore, projekti parashikon rehabilitimin e 41 fasadave të pallateve të ndërtuara në vijën e parë të bregdetit të kësaj zone dhe vlera totale e projektit është miliona euro. Ky projekt parashikon mbjellje pemësh palma, shëtitore për këmbësorët, pista për ata që zgjedhin vrapimin në breg të detit nga ura e Tajlanit deri tek godina e kavaleshencës.